Nga informacioni që kemi patur dhe nga stafi, po dhe nga subjekti politik cilin unë përfaqësoj, nuk ka pasur asnjë problematik, votimi ka nisur në gjithë rrethin e Pogradecit normalisht, dhe tashti ashtu si kundërve shikoni vazhdo normalisht jo vetëm këtu, po në gjithë qytetin, dhe besoj që deri në përfundim, Pogradeci si qytet i kulturuar do të ditë ta tregoj që do të ketë një proces shumë të qetë votimi. Unë ju bëj thirrje të gjithë qytetarëve të shprehin vullnetin e tyre dhe të marrin masivisht pjesë në votime. Apeli im për gjithë bashkëqytetarët është që dalin dhe të votojnë masivisht, votojnë të lirë, të shprehin vullnetin e tyre për çdo që ata preferojnë, sigurisht për alternativën më të mirë, për kandidatët më të mirë. Kjo shpresoj të jetë një ditë e qetë, një ditë që të kalojë pa probleme dhe që gjithë qytetarëve t'u jepet mundësia për të votuar të lirë dhe pa ndikime. Këtu në Pogradec nuk ka pas ndonjë problem gjatë natës së mbrëmshme dhe deri tani për sa më referohet për hapjen e qendrave të votimit nga gjithë qarku, procesi po shkon pa ndonjë problem të evidentuar deri në këto momente. Unë shpresoj që pjesëmarrja të jetë sa më e lartë, sepse sigurisht kjo është në favor të asaj që unë përfaqësoj. Dhe besoj që qytetarët do të gjejnë kohën dhe mundësinë për dalë për të votuar të lirë në qendrat e tyre të votimit. Probleme, shtrëngesa dhe presione edhe ka pas në referuar raste të tilla, të cilat ne i kemi vlerësuar rast pas rasti dhe sigurisht atëherë kur ka qenë nevojshme kemi bërë edhe referimet tona atje ku duhet, po deri tashi unë shpresoj që nuk ka pas ndonjë problem të madh për sa i përket procesit votimit dhe është e rëndësishme të fokusohemi te kjo ditë, sepse kjo është një ditë besoj solemne, e rëndësishme për jetën e shqiptarëve, për gjithë ne, për 4 vite të ardhshme. Sapo kam votuar sot si qytetar i Pogradecit dhe si kandidat i cili në fakt beson tek e reja, beson tek ndryshimi, beson tek e ardhmja e ndërtuar këtu në Shqipëri, në vendin tonë në Pogradec, dhe përfitoj nga rasti të bëj një thirrje për të dalë nga shtëpitë, për mos qëndruar indiferent dhe për të votuar masivisht në votime. Menjëherë në qendrat tuaja të votimit për t'i prirë ndryshimit, për t'u bashkuar ndryshimit. Faleminderit. Si po ecën procesi? Keni pasur të dhëna, ka probleme, ka deri tani po ecën relativisht shumë mirë. Procesi është i qetë. Përfitoj edhe një nga rasti për të përsëritur thirrjen time të gjithë qytetarëve të Pogradecit për të dalë dhe për t'u bashkuar ndryshimin që po troket. Jeni të gatshëm të pranoni çdo rezultat? Jemi të gatshëm të pranojmë çdo rezultat të fitores në çdo kohë, sepse shqiptarët janë të mizëpritur për një ndryshim dhe për fitoren e opozitës. Atëherë, zoti Kazerma, si vjen këndvështrimin tuaj ecuria e këtij procesi zgjedhor në Bashkinë e Madhe të Pogradecit, ku ju kandidoni për nismën Shqipëria Bëhet? Atëherë, pjesëmarrja me sa shikoj deri tani nuk është as e ulët as e lartë siç duhet, po duhet ketë akoma më shumë votues, njerëzit. Ju bëni thirrje votuesve të dalin në votim. Kjo është shumë e rëndësishme që të gjithë njerëzit, sa gjithmonë shumica gjithmonë jep një të drejtë dhe duhet ketë pjesëmarrje sa më të lartë në zgjedhje, në votues. Si ka ecur ky proces? Nga ora 7 e mëngjesit ju keni vëzhguesit tuaj në qendra votimi, në terren? Po, kemi disa raportime në terren, nuk kemi faktikisht, por kemi raportime që ka patur pengesa në procesin sistemit, në kontrollin e gishtave, nuk ka patur probleme. Kjo ka qenë një pengesë që edhe shumë njerëz, unë kam qenë vetë personalisht kur u bë procesi votimit, kishte njerëz që duhet iknin, kishin rrugë, duhet votonin dhe të iknin, dhe disa njerëz u larguan, nuk votuan. Nuk mund të qëndrojmë gjatë. Nuk duhet të ishin këto lloj vonesash e pengesash, po. Edhe një herë i bëjmë thirrje të gjithë popullit të dalë masivisht, se nëse sot jep kontributin tënd të dëgjohet zëri nesër. Kjo është ideja. Po.